Pasi eksploruam rrënjët tona të lashta, sot I drejtohemi zemrës së natyrës shqiptare. Shqipëria është një thesar I vërtet hidrografik, shtëpi e liçeneve mahnitëse akullnajore, karstike dhe tektonike. Nga Alpet e larta deri te fushat e qeta, këto liçene ofrojnë bukuri të papërsëritshme. Janë jetike për mjedisin dhe ofrojnë mundësi fantastike për turizëm. Le të zbulojmë listën tonë top 10. Në vendin e 10, nisim udhëtimin tonë në zemër të Alpeve me liçenet e Sulbicës, të vendosura në Tropoj, brenda malit të Gashit. Këto janë liçene natyrore akullnajore, të rrethuara nga maja shkëmbore dhe kullota alpine. Ato janë një dëshmi e bukurisë së egër të Alpeve shqiptare. Liçenet e Sulbicës janë ideale për hiking dhe camping, duke ofruar ujëra kristal të pastra dhe një qetësi të paprekur mjedisore. Vazhdojmë në vendin e 9, drejt zemrës së Alpeve shqiptare, ku gjenden liçenet e Jezercës. Ky është një grup liçenesh akullnajore të vendosura nën hijen e majës së Jezercës, e cila është maja më e lartë e të gjithë vargmalit të Alpeve dinarike. Liçenet janë formuar nga shkrirja e akullnajave të lashta, duke ruajtur ujëra të ftohta dhe kristalore. Këto ujëra të qeta shërbejnë si një destinacion ikonik për hikingun ekstrem dhe alpinizmin. Liçenet e Jezercës përfaqësojnë bukurinë e egër, madhështinë e peizazheve tona alpine dhe janë një sfidë e vërtet për eksploruesit e natyrës së paprekur. Në vendin e 8, gjejmë liçenin e Zi të Radomirës. Ky liçen akullnajor piktoresk ndodhet në lartësi të madhe, në shpatet e malit të Korabit, në rajonin e Dibrës, brenda parkut Korab Koritni. I shpallur monument natyre, ky liçen shquhet për thellësinë dhe errësirën e ujit, nga I cili merr edhe emrin. I rrethuar nga kullota alpine dhe shkëmbinj, ai ofron vlera të theksuara peizazhistike dhe është pjesë e një ekosistemi unik malor. Vizita në liçenin e Zi kërkon përkushtim, por shpërblehet me një pamje të rrallë dhe një ndjenjë të fortë të izolimit natyror. Ngjitemi në vendin e 7 me liçenet e Lukovës. Këto dy liçene akullnajore gjenden lart në malet e Mokrës, midis zonave të Pogradecit dhe Gramshit. Të rrethuar nga pyje të dendura të pishave dhe dusheve, ato shërbejnë si një pikë referimi për florën dhe faunën e rajonit. Peizazhi është ideal për zhvillimin e turizmit malor, kampimin dhe çlodhjen në ver. Liçenet e Lukovës janë oaze të pastra ujore, që ndodhen larg zhurmës së qytetit, duke ofruar ajër të pastër dhe një mundësi për të eksploruar traditat e zonës së Mokrës. Në vendin e 6 ndodhet një kompleks absolutisht unik në Shqipëri. Liçenet e Dumres, në rrethin e Belshit, pranë Elbasanit. Ky sistem është një formacion I rrallë prej rreth 85 liçenesh karstike të formuara nga shkrirja e gurve gëlqeror në një plaj të shesht. Liçenet ndryshojnë në madhësi dhe thellësi, ku liçeni I Merhojës arri një thellësi mahnitëse prej 61 metrash. Ky kompleks është një perlë natyrore e mesdheut, jetik për ekosistemin ujor dhe një zonë me potencial të madh për agroturizëm dhe studime gjeologjike. Ujërat e Dumres janë shumë të veçanta për shkak të formacionit të tyre. Në vendin e 5, kthehemi te bukuria malore me liçenet e Balxhajt. Ky grup prej rreth 15 liçenesh akullnajore është I shpërndar në malin e Balxhajt, duke lidhur zonat e Matit, Dibrës dhe Klosit. Liçenet gjenden në lartësi të konsiderueshme, mbi 1800 metra, dhe shuhen për ujërat e tyre kristal të pastër dhe rëndësinë e tyre si burim ujor. Ata përbëjnë një zonë piktoreske dhe shumë të vizitueshme gjatë sezonit të ngrohtë, duke qenë thelbësore për biodiversitetin dhe një sfidë e mrekullueshme për eksploruesit dhe vizitorët nga do që vijnë. Ngjitemi në vendin e 4 me liçenin e Prespës, një liçen I vjetër dhe me rëndësi të jashtëzakonshme gjeologjike dhe ekologjike, I vendosur në Korçë dhe I ndar mes 3 shteteve. Prespa është një mrekulli mjedisore, I njohur si një zonë jetike ligatinore, I pasur me lloje të rralla të shpendëve ujor, përfshirë pelikanin kaçurel.
Më e rëndësishmja, liçeni i Prespës është unik për lidhjen e tij gjeologjike me liçenin e Ohrit, pasi uji i tij ushen karstikisht Ohrit përmes rrugëve nëntoksore. Ky fakt e bën Prespën një ekosistem me vlerë globale. Në vendin e tretë ndodhet liçeni i Shkodrës. Ky është liçeni më i madh në të gjithë gadishullin ballkanik, me një shtrirje masive i vendosur në qytetin e Shkodrës. Liçeni ka një formë eliptike që përmban thellësi karstike dhe është një liçen ndërkufitar. Rëndësia e tij ekologjike është kolosale. Ai është një zonë e rëndësishme për mbrojtjen e shpendëve dhe peshqve, duke shërbyer si një pikë kyçe e diversitetit biologjik. Liçeni i Shkodrës ofron një pamje madhështore, sidomos nga kalaja e Rozafës, dhe është një destinacion i rëndësishëm për turizmin dhe peshkimin tradicional. Vjen vendi i dytë me liçenin e Ohrit, një mrekulli e vërtet, i cili ndodhet në Pogradec. Ky është një nga liçenet më të vjetër dhe më të thellë të Evropës, i formuar miliona vjet më parë nga lëvizje tektonike. Për këtë arsye, ai njihet botërisht si një muze i gjallë i natyrës, fal llojeve të tij endemike të peshqve dhe organizmave të tjerë që nuk gjenden askund tjetër. I shpallur trashëgimi botërore nga UNESCO, uji i tij është tepër i pastër, duke e bërë liçenin e Ohrit një thesar mjedisor dhe një destinacion turistik i klasit botëror, që ofron bukurinë e pafundme të bregut të Pogradecit. Dhe në vendin e parë, shpallim liçenet e Lurës, të vendosura në malin kunora e Lurës në Dibër. Ky është një kompleks i jashtëzakonshëm prej 7 liçenesh akullnajore, të krijuara gjatë epokës së akullnajave. Për sa i përket thellësisë, liçeni i Zi quhet si më i thelli. Të rrethuar nga pyje të dendura me pisha dhe livada alpine, liçenet e Lurës konsiderohen me të drejtë perlat e malit dhe janë sinonim i bukurisë së paprekur natyrore shqiptare. Ata ofrojnë një peizazh unik, duke qenë jo vetëm burim jete për rajonin, por edhe një destinacion i patjetërsueshëm për ecje, çlodhje dhe mbrojtjen e natyrës, që çdo shqiptar duhet ta vizitojë. Këto 10 vende janë dëshmi e trashëgimisë së jashtëzakonshme natyrore dhe e pasurisë hidrografike të vendit tonë. Nga Alpet e liçenet karstike, çdo pikë uji tregon bukurinë e Shqipërisë. Na mbështesni për më shumë klasifikime duke na treguar me një like nëse ju pëlqeu ky udhëtim. Shkruani në komente cili liçen ju bëri më shumë përshtypje, apo cili mendoni se duhet të vizitojnë të gjithë. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin për të mos humbur videot e ardhshme rreth natyrës dhe historisë së Shqipërisë. Të gjitha lokacionet për këto 10 liçene i gjeni të listuara në përshkrimin e kësaj videoje.